Për të dytën ditë radhazi, drejtues të mjeteve të tonazheve të rënda kanë bllokuar pikën e kalimit kufitare të Qafthanës në të dy anët e kufirit, duke mos lejuar lëvizjen e këtyre mjeteve. Protesta po zhvillohet në shenjë kundërshtimi ndaj rregullave të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat sipas shoferëve po pengojnë qarkullimin normal të tyre. E dija që situata ishte e rëndë dhe nuk erdha në mbrëmje. Fjeta rrugës dhe erdha në mëngjes. Përpara meje ishin 8 makina, 3 prej tyre frigoriferike përfshirë edhe timen. Tani jemi bërë 14 mjete. Më thonë të pres, por transportoj domate, speca, patëllxhan, mall që prishet. Nuk mund të kthehem brapsht dhe nuk kam çfarë të bëj tjetër veç se të pres. Fjeta këtu me shpresën se në mëngjes do të zgjidhej, por nuk u zgjidh. Shoferët në grevë thonë se do të vazhdojnë për 7 ditë. Nuk kemi dokumentacion për të kthyer dhe nuk mund të kalojmë nga një pikë tjetër kufitare. Jemi të detyruar të presim këtu. Burime policore bëjnë me dije se protesta pritet të zgjasë deri në 7 ditë, nëse nuk do të ketë një zgjidhje nga autoritetet përkatëse, ndërsa situata vijon të mbetet e tensionuar dhe me pasoja të drejtpërdrejta për transportin e mallrave.